Festimet e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës nuk u kufizuan vetëm në vendin Nam. Në qytetin e Kavajës, në sallën e kinemas së qytetit, u organizua një aktivitet festiv, ku nxënësit e shkollës Herbert shpalosën këngë, poezi, valle dhe dramatizime. Ky festim ka një kuptim të veçantë për banorët e fshatit Qerret. Shumica e tyre janë prej Kosovës dhe kanë sjellë traditën dhe dashurinë për vendin e tyre në këtë komunitet. Studiuesi i mirënjohur, Xhafer Xhihani, gjatë fjalës së tij, theksoi rëndësinë e lidhjes historike dhe kulturore midis Qerretit dhe Kosovës. Treva e Kavajës dhe sidomos 210 banorëve të ardhur nga krahinat e pjesës së Kosovës që jetuan në atë që quhet Stani i Ri, ato ju gjinën ndihmë me ilaçe, me kinina, luftë kundër malarjes, ju dhanë tokë, ndërtuan 50 shtëpi dhe ju dhanë nga një lodh dhe një makinë për të lindur nanave kosovare që të lindin fëmijë në për spitalet që ishin në atë kohë. Kjo është një histori që nuk duhet harru dhe për më tepër edhe komuniteti Kavajës i ka pjesëtarët e tij të shumt që janë inkuadru mjaft një me njëri tjetrin, janë integru shumë bukur dhe që bashkërisht bashkë me popullsinë tjetër të ardhur, sepse Kavaja ka qenë si thosh Medina shqiptare, porta e hapur. Bashkia e Kavajës mbështeti aktivitetin duke kontribuar në organizimin e këtij manifestimi, që jo vetëm përkujton datën historike të 17 shkurtit, por forcon edhe identitetin dhe lidhjen ndërbrezore me vendin e origjinës. Në përfundim, të pranishmit u bashkuan për të uruar, gëzuar 18 vjetorin e pavarësisë Kosovë.